Kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, u paraqit sot në SPAK për të zbatuar masën e sigurisë detyrim paraqitje. Pas daljes nga ambientet e SPAK-ut në një deklaratë për mediat, Berisha akuzoi Ramën si redaktorin që sipas tij ka manipuluar dhe drejtuar zhvillimet e fundit politike dhe qëndrimet ndaj drejtësisë të Partisë Socialiste. D78 BO thot se do ta kthejnë dosjen nga SPAK në OFL dhe shpresojnë të kushtet. E kuptoni si shpëtohen pra, si shpëtohen kriminalat duke bërë dosjet top futbolli nga SPAK-u të OFL-ja, nga OFL-ja të SPAK-u dhe duke nxjerrë jashtë afateve ligjore të gjykimit. Kjo pra është dëmtaria. Tani në fund, çfarë thuhet në fund? Tao është plotësisht i vetëdijshëm për këtë. Tao është plotësisht i vetëdijshëm, do më thënë, do ta bëj se s'ka ku të shkoj. Kjo ishte për sot, për Taon dhe për redaktorin. Pa mu të pyesë ju, si ja keni fsheh ju popullit redaktorin? Ju i keni thënë të gjitha, po kur fshehni redaktorin, që dihet që është Edi Rama dhe askush tjetër, megjithatë, u luziu edhe ai ka luajtur rolin e tij. Njeri më të pabes, më të zirë shpirt, më të pa karakter se atë nuk ka. I ka shkuar natën si mik, duke ju lëpir e stërlpir Erion Velis dhe ka urdhruar vendosjen e çimkave në të gjitha mjediset. Uluziu pra është pjesë e këtij kurthi, se në fakt ta dini mirë, kur, po dhe këtë se thanë gazetarët, më keq, kur ul Erioni në bankon e gjykatës dhe prokurori tha se kemi një dosje shtesë, ati po thuaj se i rat fikt. As gëk, as mëk nuk bëri.